kam vënë re me keqardhje që vetë qeverisja e sistemit drejtësisë fal pavarësisë plot që ju dha atij sistemi me reformën drejtësi, ndër ato të qalat e veta ka edhe po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Transformimi i infrastrukturës, transformimi i godinave, pa projekte të besueshme, është mision i pamundur. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godina drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë më me hapësira dhe me mjedise gjykatashe, prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Hapësirat publike vazhdojmë me pastrimin, e kam thënë që ditë 1 nuk është një aksion, është një operacion i cili do të vazhdojë në mënyrë kirurgjikale në çdo pjesë të organizmit urban të vendit, në çdo pjesë të organizmit urban të kryeqytetit. Dhe do të pastrohet çdo pjesë e prekur nga këta qiban të patolerueshëm, vendin e cilëve do ta zëri një hapësirë e re bashkëjetese mes komunitetit dhe njësive tregtare. Natyrisht që Tirana nuk është Teherani, kam thënë dhe herë të tjera, dhe ne nuk do t'i mbyllim brenda të gjithë ata që kanë shërbime edhe jashtë derës së njësisë, por ama do të vendosim kufit e qartë, sepse nuk mund lejohet që në hapësirë e një komuniteti ngrehinat e vendosur aty me pahirin e forcës apo me pahirin e shpërfilljes së ligjit dhe të marrëdhënies së bashkëjetesës shëndetshme qytetare të bëjnë ligjin. Gjithë kjo energji, a keni thënë ndonjëherë që do ta le Ullova? Kur arrin në maj e vetëm. Dhe kjo është një punë vendimesh të panumërta në ditë, se janë vendime që nga vendimet më të shpejta, më të vogla ndukje, por që nuk është për ty mund të jetë vendim shumë i vogël, por për dikë që ka një problem personal, është një moment shumë i rëndësishëm i jetës vet. Dhe ti duhet dish thuash jo. Por kur thua jo, sigurisht që do marrësh përsipër edhe energji negative të dikujt që s'ta kupton atë jon ose të tjerë. Dhe patjetër që në moment caktuara mund të vit plasësh edhe në moment caktuara mund këtë ardhur që të them. Por ajo që kam vënë re është që ajo lëre këtë punë është si përfaqësore. Pra nuk si e mirë me vete. Jo, është si përfaqësore, nuk vjen nga shumë thellë. Domethënë është një akumulim që të vjen një moment edhe thua, por që ta kem insistuese jo. Se në momentin kur fillon bëhet insistuese, atëherë ti duhet kuptosh që ka mbaruar zjarri. Dhe në momentin që zjarri ka mbaruar ose është duke ulur, aty në atë moment duhet të thuash do energji ta ndezësh. Deri këtu isha, jo se ndezë. Por mua zjarri nuk më ka dhënë shenja rënje. Dhe nga ana tjetër është eksperienca që fiton edhe dijet që merr të ndihmojnë shumë që të menaxhosh situatat me më pak konsum energjie dhe me më shumë efikasitet.